Mirë se vini në këtë aktivitet të veçantë që zhvillohet sot në Qendrën Kulturore Artan Cuku, në nder të festës së Pavarësisë. Një ditë e shenjtë për historinë tonë kombëtare, për identitetin tonë dhe për rrugtimin e Shqipërisë drejt jetës. Në këtë atmosferë festive, kemi kënaqësinë e veçantë të qenim ekspozitën e pikturës, ku nxënësit të shkollave të Kamsës kanë sjellë veprat e tyre plot frym artistike. Përmes artit të tyre, të rinjtë tanë na kujtojnë se pavarësia është një vlerë që duhet nderuar, ruajtur dhe përcjellë brez pas brezi. Një falënderim i veçantë shkon për kryetarin e Bashkisë Kamës, zotin Rakip Sulli, për mbështetjen e vazhdueshme ndaj aktiviteteve kulturore dhe për krijimin e hapësirave ku talentet e reja mund të shprehen dhe zhvillohen. Shkolla Ibrahim Basha, dhe kemi realizuar disa vizatime ka 4 zanës. Ne i falenderojmë shumë artistin për këtë mundësi, sepse mund të shprehim talentet në këto galeri të